Miq të Piskut, ju përshëndesim. Jemi në qendër të Prishtinës me një qytetar të devotshëm në Përshëndetje. Mirë se erdhët. Se ju gjeta. Fatë që sapo keni ardhur nga Tirana. Po si ko 30 që morë për Tiranë. Po. Dhe keni mbledhur shumë mallëngjyre, entuziast dhe emocionuar nga ajo se çka keni parë atje, shqiptar mjaft patriot që flasin për Adheun dhe Shqipërinë për flamurin kuqezi. E ki fjallën për Tiranë, po? Për Tiranë, patjetër. Çka kom po? Për emocionet tuaja që ke parë në Tiranë dhe do doja që të ishte edhe Prishtina dhe Kosova siç është Tirana. Po, Tiranë nuk kanë përqy shumë sene, nuk kanë hera por që më shku, po më shku s'di so herë. Pe mas luftë, s'di so herë e kom vizitu Tiranën, me familje, vete. Edhe, unë kanë përqy shumë gjera. Po, halo do të me punu ma shumë. Po që më pyte pak më herët pore, krahazimin Prishtinën me Tiranën. Po, kjo doja dilje edhe pra. Po, e unë du me të kalëtu kështu. Si e krahason ti tani Prishtinën me Tiranën? Po, e unë pa të kalëtoj kështu. Unë e kom punu të akses 10 vjetë në Prishtinë. Edhe çdo sen e di çka ka në Prishtinë mirë edhe çka ka keq. Si po, ha? Ja, s'duhet mos tani. Po stovet motorë tani. Ja, s'duhet motorë, skuzon edhe me nis më ftu. Edhe me krahazit Prishtinën me Tiranën, sikur nota me ditë është. Po, se normalisht ne kur nisëm nga Tirana ishte ditë, kur erdhëm në Prishtinë ishte natë. Po, jo kështu, po edhe kështu. Sikur një fshat i vëcër me krahazimin Tiranën. Tirana. Po. Prishtina pra është një fshat i vogël, krahazuar me Tiranën. Me krahazuar me Tiranën, po. Se një katon i vëcër, se një fshat, sikur pra ka ecur shumë përpara Tirana, pra për ta përmbledhur, nuk lejohet cigaria se është shembull. Jo lejohet cigaria edhe fort. Jo, nuk lejohet se shembull i keq për Po çau vanin më fort. Okej. Jo më. Ne mos tani. Jo, s'manin hiç. Tani do doja që të na thojë diçka për sa përket atmosferës për 18 vjetorin e pavarësisë së shtetit Kosovës që tashmë është një shtet pavarur. Po. Si e ndje veten? Do posta vetën e ndi mirë edhe plumbur. S'ke fare në shqetësim në gjë kështu. Jo, me gjë s'kam problem. Se unë jam i Prishtinës, bege. Kur mos kufsha. Po. Kanë mujt me për shembull mbromje për motorburini ashtu. Motorburin. Ku çfarë vjen? Po që se vjen as në për hotele në përgjithësi. Në për jo motele, po në për hotele. Për hotele, po. Po s'ka në organizu këta kretor. Se nuk ka një festë për gjithë popullin e bashkuar që nuk shkon në hotele. Kretorët e komunës Prishtinës. Këta i kanë natësh me vjellë sa ma shumë. Se s'njihen kur, po atë me vjellë sa të mujtë. Live. Po live. Qaj që okon kretori Prishtinës, se cilë që hypa të, i ka qina unë ma shumë se tjetër, i ka vjellë. Njëri tjetër? Jo, njëri tjetër një për neve puhlet e... Jo, më mos llogarit se unë vinga Tiranë. Anë dhe jo, për shamë neve qëtë që jem Kosovë, qëtë. Ma të korruptun të janë kryetorët e komunës Prishtinës, qaj që ata që e në konë, anë e danë. Si kë, si aj tjetëre, si kur aj tjetëre, si kur aj tjetëre, si kur aj tjetëre. Po ngre zonin dhe ngjohesh më mirë, të vinë sinjale direkt se jemi live, më thonë që po dëgjohet më mirë tani, si pak më parë nuk kanë gjohë si gjokë, kështu që jepi tani. Tani, a ke ndonjë mesazh për gjithë ata kryetarët e komunës së Prishtinës, apo? Prishtinës, po. Prishtinës. Po, kam një mesazh. Pak e keni qinë në unën, qinë edhe ma shumë në unën, vedh në satë mëne. Dhe që më se lene me që kash, po... Një knaqër du. Po, shumë i knaqë jam. Nuk kuptojnë ironi ato. Kuptojnë ata. Pi thonë kur që s'keni po qa mëni me po halo ma shumë dhe bani halo ma shumë. Dhe të vjedhën sa të mujnë të tjatë qinë në unë. Se jo ka orë, shumë të pësejë. Pi vëtim ka të 3 herë. Asë gjë nuk bën fare për popullin e tyre. Sa më të rrugë, për shumë të është të rrugë ka bëj. Qërë që ke rrugë në Tregatan që gjë? Po. Që 10 herë e kanë shtru presh hides. Që ti sheshet ja ka njëse një 5-6 vjetë me kry as 500 metra si ko që këshëre. Shasho pire, qëtu, edhe këta kanë regullu një 20 herë, kanë presh hides. Vesh të vjetë, po kuptem. Po ju keni, për shemë, keni drejtësi si që është Spaku në Shqipëri? Drejtësi? Po, që ti kapi të kryetarët e bashkive, komunave, Jo, ti arrestojnë. Krejt jenë tjellë me gjykot. Me gjykata, nuk keni fare. Ata gjykotat nuk hojnë kosh, po hojnë pore e roni. Hajnë pare. Koshat, në që koshat që hojnë kofshët, po. Ata nuk hojnë kosh, po hojnë pore. Shqip. 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 Nale vëllë.
Jo, po tani dalim edhe një mesazh tjetër. Ja, po. Për gjithë ata shqiptarë që janë në diaspora, duhet të kthehen me këto fjalë kaq bukura që thatë ju për Prishtinën, për Kosovën, për Shqipërinë, për Tiranën, ata që jetojnë nëpër Zvicër, Gjermani, Austri, Amerikë, a duhet të kthehen përderisa vendi jon ka përparuar kaq shumë? Ty besë di që më thonë, ata e din vetë. Unë për vetë, jo të kuptova fort mirë. Unë e pak me do që tash, dash Zvicën, dash Gjermaninë, dash në Itali, dash ku du shkoj, po s'shkoj. Me vend tamin së në rrej kërkan. Ki shkuar, ki jetuar ndër? Ta na unë, veç në Amerikë që si më konë, Veç në Amerikë. Po, nuk ka si vendi jotën. Jo, si veni jam vjen i pari. Vjen i Do të pari. thonë Shqipënia Edhe pse etnike. është fu. Nga pu, Shqipënia pu, etnike, po kupton? po. Kosovë Shqipënia. A beson ti që do bashkohet Shqipëria, do jetë Shqipëria etnike, do bashkohen gjithëroj shqiptarë? Po na kem dëshirë, për shembull, unë kam dëshirë, edhe shumë kush që ka dëshirë, po s'po di me ta shpjegoj. Ko që dojnë më bashku me Shqipërinë, ko që s'dojnë më bashku si atje si këtë, ç'është. Ata për vete jem për bashkimin kombëtar. Çfarë mendimi keni për shqiptarët e Shqipërisë? Kështu vetë si kallup. Çfarë mendimi kam mendim të mirë. Po krejt qytetarët e Shqipërisë edhe ka kohë shqiptar. Kudo ku ka, ha? Ti mendon se është më mirë është brenda apo jashtë? Jo më mirë brenda se jashtë. Shumë më mirë në vend tonë në SSO jashtë. Unë në jashtë më kom të naun të kalëzëva. Krejt Evropën s'ko vend që s'më. Po më mirë se në vend tamin nuk e kam kërkët. Veçanërisht kur është ftohtë. Kur është ftohtë, është më mirë gjithmonë në brenda. Po i ka herë po. Prit tash, jo, prit tash një pyetje, jo, prit. Pas para urimit të parësit. Jo, të lehtë fort, dhe më të lehtë se kjo s'ka. Ti si Drenicak që je. Na trego pak sepse i ke do vjet. Po. Sepse sot është 18 vjetori i pavarësisë. Po. Na trego pak për përjetimet para pavarësisë. Ai përjetimet. Shumë ko përjetime. Kështë më mirë s'po t'i kallëzoj heq. Me di unë të përgjigje për se pyeta. Sikur gjithë shqiptarët e Kosovës, po na Drenicak pak më shumë janë akon halat për regjimit shkives, se so këta knej. Këta knej jenë konë ka pak të lepet me ta, çfajset jenë konë. Këtë tjera ona, po kupton? Drenica dhe Dukazhini janë konë gjithë shtyp. Ka shumë shqiptarë të Kosovës që kur zëmrohen, mërziten me qeverinë, ja bëjnë më mirë në konë para pavarësisë e tash mas pavarësisë. Më mirë para, më rapa pavarësisë. Jo bëjnë më mirë, tash. Jo të shive. Nale, tash, nale. Uroje një pavarësinë? Jo, urim për pavarësinë tani për mbledhje. Urim për pavarësia. Kaq. Për këtë shqiptarët anë bon. Se nuk e kanë bon, nga veç pak. Nuk e kanë pru këtë pavarësi, edhe këtë qytet nuk e kanë shqiru veç Kosovës. Po ka kohë shqiptarë në tanat trejevat. Bravo. Në tanat. Kanë marrë pjesë. Tana on, kanë marrë pjesë në shtirimin. Në shtirimin shtirimtarët të Kosovës, apo kupton? Si vëllezërit Bytyqi që erdhën prej Amerike. Normal, si ata e si shumë tjerë. Cara i Kavajës. Kamon tana on, po. Sikur ta hersenon, I Tropojës. Ka shumë shqiptarë tjerë që mos bëjmë edhe ndasi qytetesh e vendesh, trevash, krahinës. Shqiptarë qofshin gjithmonë bashkuar me shpirt e me zemër dhe luftofshin për vendin e tyre, për atë dheun dhe të jenë gjithmonë pranë njëri tjetrit, mos bëjnë ndasi thonë që jo ky Kosovës, jo ky Shqipërisë, jo ky Maqedonisë, jo Malizi e tjerë, por të jenë gjithmonë shqiptar. Ju përshëndesim nga sheshi i Prishtinës. Pa flamuj, se flamuj në duhet. Ako bëllaj qysha ta.